unë sot para juve do të trajtoj një temë e cila titullohet Në prag të fejesës, apo drejt një fejese të suksesshëm, të mirëfillt, të drejt. Kjo temë më shumti ju shërben djemve të ri të cilët akoma janë në prag të kërkimit të një bashkëshortës, shoqës apo partnerit të jetës. E ata më shumë aty ja drejtoj. Vëmendja është më shumë për ata, po njëkohësisht edhe të tjerët që janë moshën të martuar, edhe ato besoj që do të përfitojnë nga kjo temë. Shumë të ri, edhe të reja, ka nevojë njihen me informata, me njohuri rreth çështjes së martesës, fejesës. Kanë duhet ta zgjedhme. Çfarë kriterë dhe standarde duhet me pas nëse jam mësimi dhe një martesës, fazët, periudhës, kretë lidhëm ata, do të flasmi me lejnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Para se një qift bashkohen me një strej, në një kulm, apo me një shtëpi, pra, para se du të martuar Islami, ka caktuar disa faza, disa etapa, disa periudha, disa renditje, disa pika të rëndësishme, para se mjanis të martuash, nëse dëshiron me pas martesë të suksesshëm, të rehatshëm, të këndshëm, pa probleme, pa ngatresa. Andaj vënë veshin me vëmendje. Disa ideja apo teoria që ekzistojnë tek njerëzit se si e kuptojnë martesën. Çfarë kritere dhe standarde kanë tek disa njerëz? Edhe në fund kena me zgjedh cila është më e qelluara, më e drejta dhe më e mira për çdo besimtarën dhe besimtare. Një teori e parë është që quhet teoria e standardeve. Standard thjesht ky martohet nga sa është rrit me një familje ku ambienti është i njëjtë, atmosfera e njëjtë, tek ai zotron një ide e përbashkët. E duke ja nisur nga ky fakti, edhe ai thotë unë martohem nga se familja ime është martuar, baba, nana, mingja, thjesht duhet mu martu. Disa njerëz kështu e konceptojnë martesën. Teoria dytë është teoria e ngjashmërive. Çka do të thonë kjo? Kjo do të thonë sikur që është një fjalë arabe që thonë çdo shpend jeton mes llojit vet. Thot, unë e marr çiftin tem, llojin tem. Unë nëse jam bujar, gjymert, e lipi të një e cila është gjymert. Nëse jam zemërgjan, edhe ajo është zemërgjan. Nëse jam nervoz, kam me gjetë edhe nusën me nervoz. Çfarë karakteri familja ime dhe unë e përmbaj në veti, ashtu. Munot një përgjasu çfarë karakteri dhe sifati ka vetit e veta, ashtu me gjetë ardhmërien. Edhe kjo ligj është me të vërtet, po thuaj se manifestohet edhe funksionon të njerëzit. Sikur që je, ashtu të vjen. Allah ka thënë Kur'an, at-tayyibin bit-tayyibat. I pastërti, i paqti me të paqtën. I ndershmi me të ndershmën. O l-khabithine bil-khabithat. I fliquri, a që është i pisaft, martohet me të fliqurën. Amorali me amorale. Edhe kjo ligj po thuaj se funksionon me gjithë njerëzit, pa përjashtim. Ka dhe një përjashtim i radhë që mundet me qëllu, dhe një njërë që është burr, qëni mirë, djali urt, i sjellshëm, karakter, punëtor, i zoti, mirë po i qëllon fati dhe nafaka, jo si pasatina. Mirë, këto janë përjashtime. Ama si rregull general, gjithmonë sikur që i ashtu ka motor dhe nafaka. Teoria e tretë është ide e tretë e disa njerëz, martesën munojnë të martohen duke bo plotësime në disa karaktera që ka ai ti i mungojnë, e kjo në përmet martesës me plotësu. Si ndodh kjo, për shembull, ky rivi ndoshta është i shkurt, edhe ka vujt
Allah ashtu e ka kriju, e ka artist të shkurt, vu nga ki kompleks, edhe qka? Mundohet maksimalisht ta gjeje partnerkën e vetë të gatë, ta plëtsojat dëshirën e flak që e kam pas. Apo është i trash e lip të hollë, vajzën a të dop. Apo ky është tepër serios, nuk mundet me dorë për natyrës vetë, është mundu maksimalisht, thot unë e ka me gjejet kanë që ta plëtsoj ato mangësi që ka vuaj une, ta marrë dhe një njuse që është shakagji, që kesh, tjetë pak ma e lirë. Ka dhe kësi karakter kategorit të njerëzësh. 3. 4 është teoria 4 është ajo teoria analizës. Para se martu ban disa analiza, disa kalkulime, këshyri, qka për shë më thot një vajz është e lidhë shumë e babën e vetë, e donë babën për hesat. Dashuria tepër ndaj babës ka kriju ideja dhe karaktere prej babës, kështu që nëse ullet me ndeni tri me bisedun për më feju ma djalin, edhe me pas të ardhën, me pas shok të jetës, partner, edhe duke full prezentohen qëfar tipi, qëfar karaktere, qëfar natyre ka, nëse zbulon se ky djali i ka disa sifate dhe karaktere, edhe disa gjeste që parafërsisht i përngjan karakterit babës, une vendosi që ky djali tjetë qka buri jem i ashëm. Kjo vlenë si për djalin, po dhe për vajzën. Edhe djalin, do është i lidh me babën, apo është i lidh të kundërtën me nanën, mundohet maksimalisht bëj analiza, nëse takohet dhe një vajzë, e cila mundohet me këshirë kismetën, ardhmërinë e vetë, edhe ja vajza, duke besuar me atë vajzën, ja zbulon disa veti dhe karaktere, sikur se të nanës, apo parafërsisht dominuese të jenë, edhe mundohet lidhe dashuri me atë djalë apo me atë vajzë. Teoria 5 është ajo që konsiderohet, i thuhet, tjenë pranë njëri tjetrit. Djali me vajzën janë afër, shifën. Çfarë nuk kupton kjo? Kjo do më thonë, si kurse banojnë parafërsisht me një lagje, me një rrugë, me një pallat, me një ndërtesë, apo e ka kolegët të punës, apo në shkollë mësojnë. E një për së të hafërt me edhe në përmjet këti karaktere dhe këti kriterit mundohet qka të martohet. Teoria 6 është teoria e jozhjes, tërheqjes fizike. Si pas statistikës që janë bërë disa analiza, shumica e djembë dhe vajzave marë mbotën kur lidhet dashurore apo fejon apo martohen, krejt e bajnë në bas të kësaj teorie. E të dhejq vajza, prelaki du të e bukur, e mahnit. Po, kjo shumicën e razve, për shkak të fizikës të asaj shka e ka prej jashtë, e manit bukuria, jeshia, edhe kështu me radhë. Kjo ndodhën në jetën e përditshme, ki po, sot bile, kjo që i thuhet ana globale, qka e tërheq e banë, qoftë politika, qoftë ekonomia, qoftë kultura, qka e tërheq, marketigi, jesë bukuron, mashallah, politikani është tërheqës, muhabet, anë profil, edhe kjo simpatizanat politikanin. Apo në ekonomi, fushën ekonomisë, qka e tërheq ekonomia, qka banë marketing, në gjdo po thuj se fushët jetës, po të njëtën edhe fejesa, martesa, po lidhet me dashni, disa shumica njerëzve i bazojnë në këtë fakt. Shka të rejq vajza, edhe kë shlon simpatin ndaj asaj vajzës. Linë pyetja, cila nga këto teorit që u përmenën është ma e saktëra edhe çka duhet më së miri të na me mësy apo me zgjedh në jetën tonë. Apo për me thonë se cila pikë këtyre është ma e përshtatshme, ma e volitshme dhe ma e mira, duhet me ashtu disa kritere tjera të cilat i ka përmend vetë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Cënë i ka përmend? I ka përmend në 2 hadithe.
I ka përmend të dy teoria, si për djalin edhe për vajzën. Dëgjoj çka ka thonë Rasulullah alayhi salam. Edhe që ky kriter standard duhet çdo kush prindër, tush ka i ndëgjon, edhe çka na ndëgjojnë nëpërmjet videos, çdo bab, nan duhet me pas parasysh këtë kriterin nëse do me martu djalin apo vajzën. Dikush e ka lip dorën e vajzës, çta do me pas parasysh këtë hadithin, me vendos në sy të babit. Pejgamberi selam ka thonë një gruaja apo një vajzë martohet për 4 elemente, për 4 komponente. Martohet për bukurinë e saj, 1, martohet për pasurinë e saj, martohet për preardhjen, sojën dhe farefisën e saj, edhe 4, martohet për përkushtimin fetar, për fejen dhe moralin e saj. Zgjedhja aja e cila ka feje, kanë më të luj durt, të lumshin durt. Dhe me thonë ki më kanë e lumtur. Pre këtyve 4 kritereve e ka zgjidhja e shka është më e volitshme, më e mira, për shpirtin tanë, për familjen tanë, për rrethin tanë, aja e cila është fetare. Disa djetarë kanë bërë disa analizën lidhe me këta. Ka thënë se Rasulullah alayhi salam i ka përmend këto 4 gjëra. I ka përmend nga thënë se njerëzit në përgjithësi në dunjë martohen njëna prej këtyre kritereve e nxit apo e stimulon martu. Martohet gruaja për bukurinë. Kush e ka zakon dhe tradit më martu për bukuri, me zgjedh vajzën që ka bukur, pamjen e mirë. Krishterët e kanë zakon dhe traditën e tyre, ata kur do të martu e shikojnë nëse vajza është e bukur, është pika më e rëndësishme. Gjëja më prioritive. Kjo nuk është e na. Andaj, nëse ndodh dikush prej çunave tonë, prej muslimanëve të fatkeqëm, që e këshyr pikën e parë bukurinë, le ta dijë se ka vetit krishterizmit. 2, vajza martohet për pasurinë e saj. Kush janë ata të cilët synojnë mas pasurisë? Mas pasurisë synojnë jehudët, çifutët. Ata kur trokasin derën për më martu djalin e vet, edhe kërkojnë të një vajzë, e shikojnë. Nëse ajo familja është e pasur, vajza i ka kushtet ekonomike, standardet e lartë, ata njëherë pikën kryesor këta e kanë më të rëndësishëm, martesën. Andaj du me pas frikë, thua vallë muslimanët e sotshmit, a e shikojnë me këtë me këtë parametrën martesat e tyre në vlat? Vallaj të dikur mu i me thonë se po, jo është e vërtet, real, argument të flasin. Sa prej baballarëve, familje muslimanëve, kur dojnë më martu, qka? I hapin vajzën nëse e kanë perëndim. Pse? Nëse si edhe pare, leksje. A nuk e shikon çfarë karakteri ka? A ka fe, a ka iman, a ka din, a fal namaz, a është i moralshëm, a është modest, a ka veti dikurit këqija, nuk i ndërson. Po una e para është parja. E kush e pasa këtë zakon tradit? Çifutët, jehudët. 3, martohet vajza për preardhjen e saj, për namin e saj, për sojën e saj. Këta në të kaluar në kanë pash Arab para se martu kanë shiku çfarë familje. A është me vlerë familja? A ka nam? A respektojnë rrethe? Kush ka familje? 4, e ka treguar në fund volosjen, edhe martohet vajza tek disa për moralin dhe fejen e saj. E besimtari këta e zgjedh pikën e parë. Andaj ka thonë në fund të hadithit, zgjedhje ajo e cila ka fej dhe moral edhe për kushtim fes, kanë më të lumë durt. Bile ka arë në gjuhën arabishte në formë alegorike, zgjedhje me gishtat, me thojt e gishtave, sikur që e zgjedh kur tup dhe një ari në tokë, kara, si e li në rësirën e natës, me gishtat, mos pe gjenë, ku është kara nër rër apo nër zar, ashtu lipe mirë, ka jetë e zgjedh bashkëshorët e tjetës tane. Qëre? Kjo nuk kupton se nuk duhet me zgjedh bukur, e as pasunike. Këna me tërgu, pa ajo shka është kryesore më rëndësishmja, pika e parë, elementi i parë, gjëja prioritive me pas fe. Pastaj, nëse ka bukuri, alhamdulillah, ala më mirë, po qësa është pasunike, gjendjen ekonomike të ngritur, ala më mirë, nëse është familje e njohur, po ja ala më bukur.
Kjo është kriteri tek vajzat, djalin nëse do me zgjedh, ndërsa kriteri tek djalin nëse vajza do me zgjedh djalin, ka ardhur një hadith ka thënë Rasulullah alayhi salatu wasalam, nëse dorën e vajzës juaj e kërkon një fetar i cili është takvoj devotshëm, e praktikon fen, praktikant i fesë, dhe është njëri moralshëm, atëherë pranoni këtë lidhjen. Hepne më njerë, ja ka troki derën një person i cili ka fe, o dintar, o takva, i ruhet haramit, o i sinqert, edhe ka moral, ka thonë jepne, pranoni lidhjen. Në të kundërta, nëse nuk e bani, kene me pas fitnë në tokë, edhe degenerime dhe shkatrime. Edhe kjo është me të vërtet problem dhe kriza më e madhe, që njerëzit nuk japin vajzat tek ata që janë të devotshëm, që janë të xhamisë, që janë të Kuranit, të cilët kanë frikë Allahun xhaleshanu, nuk e shkelin haramin, të cilët respektojnë familjen e farefisin, po vetëm mas pasurisë. Ka parë, ka mall, ka dyqana djali me njerë, e pastaj trazira, telashe, vjen burri natën, e nuk më respekton vajzën, e ku e diçka, do më lëshru, a më shkurzu, e po, varet në qëfar bazë dhe fakte e ki dhanë vajzën tane. Në këtë hadith pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk e ka neglizhu, as që ka shpërfil kanë bukurien, të reqen fizike dhe joshen, jo asësi, nuk e ka shpërfil, mirë po i ka bo pas pikës kryesore që është për kushtimi fetar, vlerave tjera, e më pastaj nuk ka problem, nuk ka asgjë të keqe, nëse është e bukur, nëse është tërheqëse, është pasunike, është me familje të njohur, atë nuk ka asgjë të keqe. Për ata, kushdo që i përmbahet këtyre kriterëve dhe standardeve, për të cilën Resulullah alayhi salatu wasalam na i ka treguar neve dhe na i ka promovu, mundet me zgjedh shokin e jetës, pastaj kanë të dush. Mas këtyre kriterëve, pastaj zgjedh, nuk ka probleme dhe gjona tjera që ka u cekën pak më herët. Duhet pa tjetër, ama kjo për më ba, duhet të realizohet më pa. Dalja më pa, më fejun. Për ta tregon një dietar thot, ka marrë një ligjërat më herët në Kairo, pasi që e majtë atë ligjëratën duke tregu për martesën, vlerën e martesës, si bëhet fejesa, kanë duhet me zgjedh, si duhet me dal, duhet më pa, e kështu me radhë, më tha një vajzë tha, ka propozu babas disa të martona, disa djem kanë fru oferta, ka kërku dorën time, mirë po thotë unë s'di sërë kam refuzu. I ka thonë pse ke refuzu kësaj vajzës? Thotë nga se kam frikë se kam e dështu. Nuk kam hecë më martesa. Kam ato ideja dhe komplekse çka qarkullojnë kokën time. Edhe i thash, ti dëmas du të më pa njerë, pastaj nuk të përqenë, nuk ka problem, ama duesh të shifesh thotë. Jo thotë asesim nuk shifem. Pse thotë? Nuk më lejohet nga se thotë unë jam krishtere. E si mu pa me muslimanin? Kjo nuk ka ditët, po i thash, shifu me pas e besimtarë që janë të drejtë, janë të besueshëm, jam amanet. Po thot, çka do të më ba, për më ba musliman, thot, thuaj shahadetin. E ka thënë shahadetin në ba musliman dhe është martuar, thot, sot e kësaj dite, aja ka jetë lumtur dhe të rahatshëm. Shife njerë, nuk ka pa tjetër, ti mush edhe me pa dhe, nuk mush me gjetë razëllët, nuk të pëlqen, nuk dakordosh, edhe asgjë. Normal, edhe ja dalja bat në prezencën e familjes, se ata do të flasim. Për ta Resulullah i ka kushtu shumë rëndësi për kushtimit fetar. Brenda martesës, ama të njëjtën kohë nuk e ka anashkalu, as nuk e ka neglizhu, as e ka shpërfill ato gjona tjera, sikur se bukuria, ato, ama pika e parë për kushtimi shka fetar. E për me bëk ta një farë vlerësimi dhe analize, e si me bëhoqune edhe këto mi bashku me një vend, disa djetar kanë dhënë disa analize, ka thënë kështu. Sefte, kur taku është më në një vajzë, shikoje. Nëse të kaja vajzë ka 40% fe, pastaj 20% bukuri, 20% pasuri, 20% edhe familjen, karakterin apo osojin, atëre mjafton me ka qëto qka të martohesh. Nuk është pa tjetër 100% me pas fe, mos me pas ashtë bukuri. Normal, se dhe bukuri është një prej elementeve qka e nëzirë dhe stimulon që të martohet, për ndryshe nuk shprejnë është edhe dëshiras simpati. Kjo të në bo një farë analize. Pas taj, që këlle tjetë e kriteri, në 40 nuk guxon me ra. Për afërsisht po thojmë na. Kjo është limiti. Nëse thot, po mira, më në kam dëshirë pak më pëlqen
fizionomia. Atër thëna mundesh 20 për 25% le tjetë bukuria a e fokusuar te ajo vajza. Dikush thot, jo të unë nuk lumpesh bukuria, po agja pi këtyre çejcekeve unë kam pak dëshirë mi dhon prioritet normal. Fejes, imanit, karakterit, mirë po pas kësaj vijon te unë valla kushtet ekonomike. Unë e kam dëshirë me këshirë vajza nëse është familje pasunik. I thona nuk ka problem, mundesh me rit pak. Për 20, se këto ishin ka 20. Në 25%. Ama ma shumë nuk guxon, se atëre mund të më bë baras, më artej, çka? Bota e kualibri nuk mund të më bë mes bukuria pa pasunia bashkë me elementin fetar asesi, nuk ka shansa. Edhe kështu me radhë gjanat vlerësohen. Mosha më e përshtatshme për të martuar. Çfarë moshë me zgjedh? Si do të më qenë raporti? Unë karshi të thejumës, karshi asaj partnerës, sa do të më kanë ajo diferenca? Mosha më e përshtatshme për të martuar nuk ka dëni kështu të caktim nga ana e shariatit, po ketë ajo më shumë të që kanë ardhur dietarët, që kanë bërë si kriter dhe standard, ka thonë mosha e pjekurisë. Nëse është vajza e pjekur, edhe ti mund është martohesh, edhe vajza nëse mund me mbajt përgjithësi dhe burri, është e vetëdijshëm se ki martohet, ki mund me pru rrugë të shtëpia, ki mund me marr doma qëllim në shtëpi, mund të marr rendin, nuk ka si fëmijë, nuk ban hajgare, po e kupton martesën si të shenjtë, është i pjekur, atëherë mundet çka mosha është më pasha, edhe pse nuk shikohet. Edhe nëse është ndoshta djali 30 vjeçar, vajza do të pas 20 vjeçar, po nëse është e pjek, a ka përgjithësi ajo, atëherë nuk ka kur gjatë të keqe, apo kënë valet si pas shijes edhe pjekurisë. Për ta kur është pyetër dietari Ibn Qayyim, Allah më shëroh, ka thonë kush është më i mirë? E kanë parashtu pyetjen, a uji a buka? Ibn Qayyim ka thonë uji është më i mirë dhe më i dobishëm për ata i cili është i jetur, ndërsa buka për ata i cili është uritur. Varet për çka je umti, i jetur. Edhe këtu njëta. Për ta mas mirti, nëse dojnë ala mi ja dhoni far ilustrimi, disa shembull, mas mirti kena shembull kam Rasulullahin a.s. Ati kena me përmend se pejgamberi Allah të ka përmend, thot nuk shikon vjet, nuk shikon, thot kriterit është po qofse ka moral, edhe ka fe, hep në minjar, është i pjekur, i ka këto gjanat, mësa shiko vjet, edhe të kundërtën tek vajza e njëjta ndodh. Nuk shikohet ka vjetët. Normal, ndryshon dhe një konceptet e njerëzve të djali dhe mes vajzës. Po, disa i shohin ndryshe nga ana jashtëm, disa nga ana e mbrëmshëm. Dikush mund me parashtu pyetje pa të rrethu, po pse be subhanallah tek vajza shikohet bukuria, pasuria, preardhja, pastaj feja, ndërsa te djali vetëm shikohet çka? Feja dhe morali. Nëse shumicën e rasteve, djali i shikon gjanat nga ana e jashtëm, nga bukuria. Ndërsa vajza më shumë i pëlqen ajo i jeshia shpirtërore, morali. Asaj që ka moral dhe ka fe, të harun vajzën, mesën. A edhe kur s'ka, dhe me rujt grujen aj. Nuk e nënçmon, me sa i cili nuk e ka qëllën fejen, vetëm materiale, kur me të pare, do është ta shkurzon vajzën, e përzën, shkote në najote dhe të baba. Ama i cili ka fe dhe ka moral, a i mënot mirë, se ka prioritet pasurien, po moralin, ftyrën, faqebarën, edhe kështu moral. Ndryshon, tash thot dikush, e po si mund vajza me diktu djalin, qfar morali dhe feje ka? Ka normal, si do kush për ty kanë ndryshimin konceptin, për ta të regohet disa raste, kër është afru shanca me fort djalin e vajzën, në prezencën e prindërve, mahremit, babës, vlajt, edhe kështu moral, kanë pos, çdo vajzë i kanë përshtypjet e veta, i kanë perceptimet e veta. Për shembull, kur është një djalë me një vajzë, kanë në dhomë, edhe 3 vajzat, pas kanë bisedu, kanë dhënë për 10 minuta. Pas kësaj pyetjes, që kanë parashtuar me 10 minutave, e kanë vetë vajzën, i kanë thonë, çka ka pëlqyer te djali tyje? Njëna për tyre ka thonë, mund ka pëlqyer thot mënyra të folurit.
Te karakter thot, çfarë shprehje por, çfarë fol, si fol. Kur e kam bashtu vajzën dytë ka thonë, po ti që hinë edhe pave ma djalin, çfarë ka lënë përshtypje, thot mua më ka pëlqy qetësia që ka karakterizuar. I qetë, jo i gutshëm, i matur. Kështu të disa vajza i pëlqen tek burri, nëse do me pas të ardhmen, kanë bashkëshort të jetës, thot, më pëlqen mua vallahi mashallah se ishte i qetë, jo i gutshëm. Ndërsa kur e kam parashtu pyetjen vajzës së tretë, ka thonë, po ti çka të pëlqej, thot, mua më shumë ka pëlqy, thot, mënyra se si me donte. Unë i parashtoj pyetje e ai menojke. E mënyra dhe forma e mendimit më ka pëlqyer tek unë. Kështu kanë mendime çka edhe koncepte të ndryshme para fejesës. Në Islam do të thonë nuk përcaktohet vitet, po këtë janë sipas çka? Sipas pjekurisë. Nëse është vajza e pjekur, u kri. Edhe kundërta, nëse është djali, edhe u kri ki mohabeti. E gjatë fejesës, para se më ndodh fejesa, zhvillohen shumë gjana. Njerë prezentimi djalit dhe vajzës. Du të prezentu mu taku, apo mbledhja e informacioneve. Para se më fejum, me mbledh djali për vajzën. Kush janë këto? Çfarë familje? Si janë këto? Me shkollë? A kanë dëni behane? A kanë dëni të keqe? Mbledhja e informacioneve. Pastaj studimi projektes martesës, si me bë martesën, qysh, shpinteme, a mu dojtë banes, sa me bë argjive. Këtë këto janë konsultime me babën, me familjen, si mja bë, tek mja bë. Falja namazet istikharës, edhe kjo, që shumica njerëzit nuk e bajnë. Para se ki mbledh këtë grumbullimet, je pa me vajzët, e të ka pëlqy, je konsultu me nanën, me babën, me vllajën, me këtë, a? Edhe po thusi ki arë po, zban me marrë vendim para se me falë namaz 2 rekat, quhet namaz salatul istikhare, namazi i cili kërkon hajrin, që thot o Zot, nëse është hajr, mirë për mua, për fejen time, për jetën time kësaj dunjas, për botën tjetër është mirë, se të martona me këtë vajzë, o Zot më mundso. O Zot, nëse është sherr dhe e keqe, që unë më martu me këtë, është keq për mua, për fejen time, për moralin tim, familjen time, dunjon dhe ahiretin, o Zot, ma largo dhe mos ma mundso. Kjo bëhet dua në 2 rekat namaz istikhare, që unë besoj se shumica edhe nuk e din këta. Këto janë para fejesës bon. E nëse shikojnë këto me vëmendje, edhe hecën hap pas hapeve, normal se fejesa ka më dalë më e suksesshme edhe më e mirë. Edhe pse lindje 2 ideja. Njëna, faza e parë, me kanë të martuar. Ka 2 ideja, apo qarkullojnë 2 teoria që kanë gjithmonë përplasje. Disa çuna kanë dëshirë thotë, unë e martona, shkam pëlqen, nuk më intereson ideja e nanës dhe babës. Ky bazohet në bazë të emocioneve, ndjenjave. Ka pëlqy vajza, nuk ka tërheq mua, ka lënë pa tekst, ka fasionue, nuk e shikoj baba nana shkam thotë kush është çfarë familje. Edhe kjo është një gabim. Po edhe nanën tjetër, ekziston një teori, vetëm baba dhe nana kanë t'ja propozon, vetëm ata dhe me këmbgulje e ban të martohesh. Edhe kjo nuk është mirë, po duhet të ulen ty palë, edhe baba bashkë me djalin. Ti t'ja prezentosh babas, o babë, më ka pëlqy kjo vajzë, kështu. Edhe baba thot mirë, baba i mençëm, çka? Ka dale, nuk e imponon, po i mençëm dhe jurt. Ani, na me si prit na që të martohesh ti, na neve na ba qefi para se në ndrujet, të qof me ti që i të martua, Allah i ka dhanë familje, na gëzohet, nësa është vajzë, neve na ba qefi, ty më të pa nusi, kur të vish me atë fustanin. Mirë po, është e mirë, të interesonë, kush janë këto? Çfarë familje janë këto? Prej ka janë këto? Si janë të njërë këto? A kanë dhe një, a folit fjallë mirë për ta pa fjallë? A, nga dalë dhe mënqëri, jo mjek put, jo asese. Edhe nëse ti ki dhërejt se kjo të martu me një vajzë, nga se ty nuk pëlqen, familja jo njërë, po përdor metoda më të bukra dhe më të amla. A e shikojmi, ka dale, jo, unë e kam zjedhë, e shikojnë, në kushës në kushton neve, ka dale edhe deri sa të bidet të janë metodat më të mira, duke mas ja imponu, sa s'baba nuk lejot me imponu vajzës, që me zorë me martu me dikan, apo djalin. Edhe këta do t'i përbemi ndosha në dersën e sotshmit. Edhe këto, ketë janë, si pas konceptit çka si shikon vajza apo djali. Këto çiftet për më bë duhet periudha e vajzës këtë mu shikun në metodën relative, këtë janë varë sipas vendit, sipas kohës, sipas njerëzve dhe rrethonave. Këto duhet mu shiku mirë. Sfidat me çka ballafaqohen të fejuarit. Etash do e ka bën jetë, është vendos të fejohet.
Mirë po, çfarë probleme, me çfarë gjona dhe sfida ballafaqohet çdo i ri dhe e re. Sfida e parë është ka të bëjë me dallimin mes fantazës dhe realitetit. Çfarë do të thonë? Tash do më martu, po ky i rive ka një filma. Unë e kam e marrë një vajzë e bukur, me pamje teshëm, kështu e ka formën, kështu e ka bukurien, ai është mashallah njerë, për s'dyti s'ka nevojë me shqetësit, ai fin fantaza, apo edhe vajza hin me ëndra, vallahu unë s'ta marrë një djalë princ, në kalit bardh dhe ku e diçka hin me fantaza, nuk e din se martesa është realitet, du të me gjuku me realitet, jo me ëndra me fantazia. Po, disa thot unë nuk martona vetëm pa e gjithë grujen, vajzën e bukur. Eshme, që kaq me pas gjatësien, që kaq, kësi gjana mos jeto me ëndra. Jeto me realitet, sikur që je ka më të ardhë. Për ta të reguat një rast, thot, njëni djetar, thot, e kam një shok dhe mik të ngusht, i cili ka bo sot e kësa ditet 40 vjet, ala akoma është beqar, thot. Edhe i kam thonë, pse te nuk jam martu të i tash, të jetu me ëndra fantazia. Thot, i kam 23 kritere, 23 sharte kushte, thot. Ky ka thonë, pasha Allah, unë që ta kushte që mi ka përmena, i thot, unë asë gjenet nuk mi me gjithë qasi gruje. Ti ke me me, thot, të suki martu. Po, bele tash, më va të regu, po është pak qesharake, ka ndodhë, thuat se ka shku njani, me vitet të tëra, nuk është martu. Edhe ma e kanë ka psiklete, stresi, komplekset, sa që i kanë thonë, ki ka thonë, unë i bëna ka gjdo vjetë, edhe ma, sa për më martu. Am gjeneve në zgjidhe rukdare, i kanë thonë, po, shko të filoni, trokit e derën, që kjo është mësit, shkuës, kjo ku e trokit derën, ta ja dhonë, vajzë nuk e lajnë. Edhe ka shku taj, është anku. Thotë, në gjo, ka marrë të këti, kam dëgjuar se ti, je mësit, i suksesshëm. Unë i kam disa probleme, jam që disa vite nuk jam martuar. Ky thot mirë, thot, a mush më të regu qëfar kriteri kiti, qëfar sharte, qëfar gjona shije ki që të shkruju në, që më ta gjithë me qasi preferenca. Edhe fillon, unë e du të bukur, tjetë e heshëm, tjetë që ka që gati, ta kete kësi shije, ku ta shikoj, aja mos më të shikuje, ku e di, ka njës me shkruj, ka mund qatë listën. Edhe ma së funi, thot, a kima, Allah, thot, ja nuk kam. Këmë siti ka thonë këshire, be thot, të djallë, thot. Ti që i të lip këtë vajzë, me këto kushte, thot, ne gjej që apajnal për vetis ka me lanë. Ty nuk të bi. Pse? Po ku me gjithë kësi, ka thonë. Qasi as unë nëse e gjej, pitash po të regoj, thot, unë për veti ka me nalë. Ty e nuk të afraj. Shka i të lipti? Mos jeto me handra. Jeto me realitet. Kush jeti? Qfar tipi? Shikoj vetën tonë, të në pashyr, qaq. Ate na popli të një fjallë të mirë, të ngjejre e gjenë ka pakin e vetë, sigur që je. Nëse do me pas Fatime, Hazreti Fatime, do të më kanë si Hazreti Alia. Atë jetojme me realitet, jo me andra, me fantazia dhe andra, nuk shkon. Askush për neve nuk është martuar me ato kushtet që i ka menua që janë për plëtsu. Edhe në sjetës, as vajza nuk ka mujt me gjithë për ta, ne duhet mi ndërgjetësu 3 tonë dhe 3 që mos me jetu me andra dhe me fantazia. Problemi më i madh gjithë këtyre fejesave ka dalë se shumica problemeve që ka dalë këtyre tipave, ju ka dalë se 50% për tyve që kanë ndru i kanë dalë, ma shumë që kanë dalë. A i ka prit për që ka me dalë, ja, pa realitet, nuk mund është me gjithë, ashtu sikur që të ka e menonte. Po letjete për afërsisht të redikun, atë. Për ta njerë thot, një djetar, ka një qift thot, edhe ka kërku shkurzona, mundojt. Një hoq ka zotë, ka një qift, thot, unë du më dajt me këtë fejumën teme, me ba talak, shkurzim, divorc. A i vetë dhe që selit martum, thot 2 vite. Mërëna 2 vite, qatë shpejt, thot, edhe më njerë, që ka ndonë me suve i parashtove pytje, thot, ne kena një problem. Dhe qëfar problemi? Kishë problemi, qëre. Këta në këtë sekundare. I ka thonë këtë djali, hoqës, unë e thot, kur kam dëshirë të flej, thot natën, kam dëshirë të ashkimi dritën me pas erësit plot. Mirë po kjo, artakja ime, ka dëshirë të pak me lënë London. Edhe nuk po shkon, nuk po shkon. Edhe unë e du më dajtë. Kështë qëfar gjana me qëfar? Po, bashkë thjesht. Qetëri thot, une e pi qajnë me sheqer, nërse ke ime thot nuk i ka dëshirë, edhe për lami ka cafit me sa që nuk shkon. Ndodhem si gjana me të vërtet me keqarë, se nuk e ka këptu realitetin.
se ti mund me gjetë bashkërtën tane e cila nuk pajtot me ty ish në ushqim. Ti i ki me rajonat me shumë krip, aja hiç nuk i don. Edhe nuk mund të më kanë kjo shkak që ti mundohet më shkurzu me ata. A nuk elementar. Këto mrekorët, nëse mundesh me nakuas, ka dale me të mirë, me të butë, me mush, me nën mirë. Po nuk mujte se kjo obligim. Nga jashtë puna duken shumë se në thjeshta. Pirë po në jetën e përditshme kanë marrë për masat mëdha dhe të frikshme. Po. Për pleq, elhamdulillah, i duhet të thjeshtë, se këto nuk kanë diskutuar për kësi probleme. Ase kanë bërë mohabetin. Ama 33 tona, vallahi për një pleq të xhegën jargonin, për një punë të vogël. Ndodh kjo. Edhe normal ndodhen ato fërkime dhe përplasjet. Për ta, për më kanë e suksesshëm kjo, para se më martu, para se më feju, duhet dy kritere, më realizu, njëna, me mbledh informacione të nevojshëm mbi personin. Sa të mundesh, pas më martu, do më martu shikoje. Mirë, familjen, çfarë natyre ka, a ka mëra çfarë shije, hajin, është mirë me vetë. Sa ai cilën shkon mësit për tyje, është mirë më ta kallzu. Nuk ka patjetër, po është mirë. Sa është mirë me vetë edhe për haje. Nuk ka patjetër. Po mirë nëse do të intereson kjo, hani. Është mirë me vetë informata të duarat mjaftueshëm, edhe të nevojshëm, edhe dytë është më kon të pas dhe çiltër, transparent, kur do mu feju me ata, qelu me ata. Para shtë pyetje. Jo më shef, njëri tjetrit duhet me paraqit. Që ki jam burr jam, ky personi jam, kësi karakteri kam, kësi natyre kam, kësi shije kam dëshirë më respektu nanën, babën, unë kështu, është mirë mi parashtru pyetje nëse nuk do marrë në konflikte. Kjo është sfida e parë. Sfida e dytë është lidhjet që ndodhen me dashni, jo me mësit. Tash lind pyetja, a lejohet dashuria në Islam? Këtu para se venis kjo, pashtot kjo pyetja. Dëgjoj, në Islam Allahu subhanahu wa taala njerëzve ju ka instaluar në shpirtat e tyre me pas dashuri, me anu. Ndjenja dhe dashuria në esencë nuk është ndaluar. E ndaluar është që kjo ndjenjë dhe dashuri, e cila reflekton, edhe manifestohet në gjest edhe në punë, edhe qënë ka harami që kjo bëhet haram. Se normal, vajza kur të jenë në bilik, normal se anon ashtu e Allah e ka bëhet. Mirë po, kjo në esencë nuk e ndaluar përderisa nuk i shkel normat islame. Kur dilsh, takosh, bisedon, kjo bëhet, to gjestët e bojnë haram, se përndryshte në esencë nuk është haram. Atëra lind pyetja, a konsiderohet turp dhe mare dhe pahishme që vajza mja të regu babës vetë rëfimin se une du të martona me këtë filanin. Une kam shprej dëshirë me këtë djalë të ta kam partner tjetës. E kam thonë, nona e menshëm du të me pranu me zemërgjan, duke mos e refuzu këta. Edhe kjo nuk ka e keq, as nësen. Të na është pak turp, se jetoj me alo me kulturat e tona, kina disa komplekse. Si bre, mare, vajza, mu ma paraqit. Duke shtrungu tepër, pa mas, ka arsët në kohën tonë bashkore e kundërta. Tash as që e vetë vajza, as që e banë madhë. Mes, lejot kjo. Po në kohën të kalurën kam pas me të vërtet, ka qenë nivelli devotshmërisë dhe frikës Allahut i ngritur shumë, sa që i ka ardhur turp vajza. Mirë po, nuk ka asgjë të keqe. Nëse e vetë me seriozitet e pasër e çiltër, nuk ka asgjë të keqe. Mirë po, kjo problemi par sfida e dy që me dashuri, para fesës, para se me lip në siti, me qu, me lip dorën e vajzës, që kjo, a lejohet, a nuk lejohet. A ka qenë sukses me jo? Bire kanë bërë 2 studime, një është bërë në Amerikë, edhe një në Arabinë Saudite, ka nërë përfundim se e janë vërtetu se dashuria që lind para martesës, gjithmonë, një dashuri për para martesës, gjithmonë s'ka garantu lumturi dhe rahati. Ajo që ka qenë me mësit, me rregull, pa jetë edhe romantike që thojnë, atëre në të marrë se ka pas edhe lumturi, edhe rahati, edhe ka qenë më suksesshëm. Për shembull, para ku është mirë, sikur që thash, vete, provoje, lejon këto hapat, fazat. Hatixha radhiyallahu anhu tregon se çfarë simpatie ka pas ndaj pejgamberit Allahut. Mi po këta nuk e ka bë me hile. Si thot, kur ka desh me marr një hap për më feju ndaj Resulullah, e ka qu shërbëtorën e vet me Isere, e cila ka thënë, shko ti me qëtë pejgamberin, me Muhammedin, falë, se s'ka qenë pejgamber atëra,
me Muhamedin, ba tregti se ka qenë tregtare, biznismene Khatijja, edhe provoj shikojnë biznis, ky djali çfarë është? Çfarë tipi? Çfarë si edhe gjeste ka? Atëre ka hetu se me të vërtet Muhamedi është i sjellshëm, nuk ban hile, ka moral edhe devotshmëri. Atëre këtë dashuri thot e ka manifestuar me martesë. Kështu ama s'ka bë hile. Jo kjo me provu kjo, po ka metoda tjera. E çon ti vllajin, e çon babën. Edhe shikoje, unë me të vërtet kam shprej dëshirë mas atij djalit, po shikoje para se më va. Këto lejon. Sfida e tretë është që ka lidhe me mashtrimet, dredhinat, informacione me dredhina. Po para se më nis, pallafaqohen me probleme të shumta njerëzit. Do më martu, i vin lajme me rrena. Po, kjo ka ndodhur shumë. Kur ndodh për shembull, kur fejohet, u ka bë fejesa, kur ta shikon, i zbulon shumë gjona sa duke rrejt. A për para kohës, ju kam thënë që duhet me informacione. Familje me dërgu, kush janë, tek janë, si janë, çfarë karakteri, çfarë gjesti, çfarë njerëzi, a kanë behane, kanë qia, kur del pastaj, e merr vesh se ky me të vërtet ka rrejt. Për shembull, ka raste thot, kur ka dalë herën e parë, mu pa, vajza është ka bë dredhina dhe manipulime. Rrejna, kurthe, bash komplote. Ju ka shfaq kënd se ajo ka flok, s'ka pas hiç flok. Ka marr perik. Po, e ka ngjëruar fytyrën e vet. Pastaj kur është feju është martu, kur i ka dalë kundër ta, në Islam kjo kur shkurzohet, edhe s'ka kur gjatë keqe, po me të pak puna behane, por mos me ndodhë që kjo, mas miti merr informacione për para kohës. Ta shlim pyetja si bëhesh informacione? Jo ti me shku me pa ata, jo. Jo, thashun e, ai që shkon mësitit ka zonë tyje, që shkon mësit, pa shto pyetje, që e familjen. A, duhet edhe kjo, se për ndryshe ka shansa të llojshëm, ka zonë raste, për shembull thot, ka bë falsifikime çetvrtikat. I ka bë, ka thonë i kam 31 vjet, pastaj kur ka bë të fejesën, i ka dal 41 vjet. Qëre? Po ti çka shpejt e pranova, ta nuk më interesova se kush është djali filonit, a ka mësuar në shkollë, kanë ka pas shok fillore të mesme, a vjet, shikoj historinë, biografinë, duhesh ka patjetër. Mbledhja e informacioneve që bëhet, edhe zbulimi i mashtrimeve. A duhet flasim mbi të kaluarën në hershëm? Tash ndodh. Du më feju me dikan, edhe prej shumë pyetjeve, shumë gjanave më lind ideja, a lejohet bëhoqën me vetë këtë fejumën, ti të kaluamën që ki pas? A ki pas 4 ranzeza, jo? Qa nuk kupton? Dohet të dikush kalume ka pas me biografit keqe. Ka dal, ka ec, ndoshta ka orë natë deregje, dashurije, edhe ka ba marrëdhënie jashtë martesore. Çka me ba me këta? Tu janë dy zgjedhje. Tjetër s'ka. Edhe pse na kena në historinë islame, muslimanët e parë, edhe ata kanë pas jetën me arët turbullum. Mirë po kur janë martu, nuk kanë vetë njëri me tjetrën. Mirë po kjo ndoshta mund të më thonë dikush, kjo ka qenë fazën të dy palët atëherë. Ama tash, mase që dihet, këto janë dy zgjedhje. Ose e para, me tregu të vërtetë vet, me thonë po, unë kështu kam qenë, edhe në shumicë e raste nëse tregon, kjo shkakton çka mu prish. Ja, s'pranoj. Ti pas ke historinë me behane. Ose dyta me mohu, me rrejt. E ka më s'kallzon rrejt. E unë e tham, kështu. Nëse vazhdon për parën në murvesh, po e dyta që e ka pas edhe s'kallzon rrejt. Nëse ky vazhdon sot e kësaj dite, atëherë normal, unë e këshilloj se sinqerisht, ky duhet me tregujt, mos me bahile me marr qaf vajzën. Mirë po, nëse kjo është penduar sinqerisht, apo vajza është penduar sinqerisht, edhe ka reforma, revolucion të madh ka bëja, ka përmirësuar jetën, çka do të më bë? Nëse nuk ta parashton pyetjen, nuk është mirë me tregu dhe me zbulu. Kjo është mendimi më i qëlluar dietarëve. Kto lind pyetja nga ju, thotë si bravo, ashtu kjo nuk ka mashtrima. A? Historie, nëse nuk ta parashton pyetjen, ajo vetë, se ajo ka të drejtë, ajo më lumtu, anash. Nëse ta parashton pyetjen, ajo çetër është. Nëse nuk ta parashton pyetjen, e me të vërtetë ti je pendu sinqerisht, që mes ty dhe Allahu, edhe ki përmirësuar raportin, shumë të mirë ki, atëre nuk ka nevojë as mja tregu. Argument se do të më koni pasër, i qiltër, i drejt, korekt, transparent,
ka argument kohën e Resulullah një dy raste. Ka shku Muselemja, një gruje tek pejgamberi sallam. Thot, kur vdiq burjem Ebu Seleme, Resulullah i ka qenë i shkus në mësit Hatib ibn Ebu Belta, me kërku dorën time, thot. Unë i thash kështu, psitit. Unë e kam një vajzë, thot, ta dish, në kam një vajzë, më në qikë, si të bëhat, më martu, edhe jam shumë gjeloze. I ka të regu transparent, parejna, këshëre? Asa kërku për nga mire, Allah me i të regu shka qysh. Po, kjo ka të regu. E atërë, që të regu këto fjallë, të regu në transparencë, i qelti drejt s'ka bohile, me qëllim në kam një vajzë, dhe me ta dish, gjendën sociale, kështu e kam. Që nëse martosh me mua, ka nevoj, kushtet ekonomike pak mira, edhe e dytë unë jam gjeloze, ta tregoj natyrën dhe karakterin tem. E pejgamberi Allah të ka pranu, ka thonë, sa i përket vajzës, thos, e lusë Allah në gjeleshanu të ndimoje, a i sa i përket gjelozis, lusë Allah në gjeleshanu të alargoje të je. Nuk ka problem, demek, këto gjona, edhe e ka pranu. Unë do të përfundoj nga se kam shumë për me thonë, kam e lonë dersën e dytë, nesër, inshallah, nga se kam edhe një, po thuj se sa kam të regu të i tash, lidhe për një martes apo fejes të suksesshëm. Lusë Allahu xhaleshanu xhalla xhelalu, Allahu të na mësoj nga libri vet, i dërgoi ti nga hadithat e veta, këto gjëra që kemi tregu çdo kush për neve, sidomos kjo më shumë ja drejtohemi trive, të cilët janë prag fejesës, me ditë se çka duhet me zgjedh, kanë duhet me zgjedh, kanë me pas kanë shoqë partnerë të jetës, në vazhdim do të tregojnë edhe gjëra të tjera. Allah e shpërblet për ndëgjimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.